Aksident në Tiranë, shoferi përplas 17 vjeçari në mes të rrugës. Një 17 vjeçar është aksidentuar në Tiranë pranë rrugës Hekuran Deda. Mësohet se drejtuesi SK ka përplasur të miturin i cili po drejtonte një motomjet pa leje. SK, 61 vjeç, pasi në rrugën Hekuran Deda është përplasur me motomjetin me drejtues një të mitur 17 vjeç, si pasojë është dëmtuar 17 vjeçari i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të veprimeve është proceduar në gjendje të lirë 17 vjeçari pasi drejtonte motomjetin pa lejen përkatëse. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, njoftoi policia.